Facebook kërkon të bëj para edhe me videot. Sipas Recode, rrjeti social po punon mbi futjen e reklamave në mes të videove që shihen në platformë që do të shpërndahen nga editorët. Ndryshe nga YouTube, që tregon reklamat në fillim të videos, Facebook ka si qëllim të shfaqë spotin i gjatë 15 sekonda maksimumi, të paktën 20 sekonda pasi ka nisur video. Kjo do të bëhet në videot e gjata, minimumi 1 minutë e gjysmë. Në këtë mënyrë, përdoruesit që ndërpresin shikimin në sekondat e para nuk do shohin reklamën. Ndërkohë, njësoj si YouTube, kompania do t'i jap 55% të ardhurave të reklamave editorëve. Kjo lëvizje e Facebook ka si qëllim të monetizojë videot e rrjetit social, që shihen për një total prej 100 milion orësh në ditë nga përdoruesit, siç bëri vetë të ditur kompania në fillim të 2016-s. Komisioni Evropian ka propozuar rregulla të reja për të përforcuar sigurinë në komunikimet elektronike. Rregulla që thot gjithashtu se hapin mundësi të reja për bizneset. Ndryshimet prekin të gjitha platformat e komunikimeve elektronike dhe digjitale, që nga ato tradicionale dhe tek platformat më të reja. Kjo do të thotë që rregullave të reja të forta për ruajtjen e privatësisë do t'u nënshtrohen edhe WhatsApp, Viber, Facebook Messenger, Skype, Gmail e të tjera shërbime të ngjashme. Komisioni thot se nisma ndihmon bizneset që tashmë do të veprojnë sipas rregullave të njësuara në të gjitha vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Ndërkohë, u liet hapësirë në disa pika vendeve të veçanta për të përforcuar ose lehtësuar këto masa. Dymbëdhjetë mënyra për të ndërtuar ditën e lumtur të fëmijës suaj. Gjeni 10 deri në 15 minuta kohë çdo ditë për t'i kushtuar fëmijës suaj vëmendje të pandar, pa asnjë shpërqendrues. Kujdes me fjalët që zgjidhni të thoni kur merrni kohë për veten. Me zor po pres të bëj një banjë të ngrohtë, është shumë më mirë se sa shqyr që erdhe se më duhet një pushim nga fëmijët. Kur nuk mund të qëndroni me fëmijën, thuajini se çfarë do të bëni dhe pse është e rëndësishme. Bëjini fëmijës pyetje që e bëjnë të mendohet se kush është. Për shembull, çfarë muzike të pëlqen, me kë pëlqen të kalosh kohën e lirë e të tjerë. Përqafojini dhe putheni ai sa pranon fëmia juaj, për aq gjatë sa keni mundësi. Shikojeni në sy fëmijën kur bashkë bisedoni me të. Krijoni një pikë rilidhjeje në fund të ditës. Gëzojuni momentit që po rishiheni pas kaq shumë orësh, para se të filloni me pyetjet për shkollën apo kopshtin. Mos fokusoni te rezultatet më shumë se sa tek ndjesit që përjetoni kur e shikni fëmijën tuaj të përpiqet dhe të performojë. Lërini mënjan rregullat e vakteve të ushqyeshme ndonjëherë dhe lërini fëmijën të zgjedhë se çfarë dëshiron për të ngrënë atë vakt. Lërini fëmijën të zgjedhë një lojë që do të luajë me ju dhe aktivizohuni me të, pavarësisht se ndoshta nuk ju pëlqen. Krijoni një ur afeksioni, diçka që do i kujtoj fëmijës se ju mendoni për të, edhe kur nuk jeni me të. Mund të jetë një surprizë në kutinë e ushqimit apo një mesazh për fëmijët më të rritur. Dhe së fundmi, hiqni çdo gjë nga dora kur fëmia kthehet nga shkolla apo kopshti. Merrni një sekond kohë për t'i buzuqeshur, si dhe për ta përqafuar. Ju ka ndodhur ndonjëherë që të jeni mërzitur shumë dhe të gjeni shpëtim dhe ngushëllim vetëm tek ushqimi. Kjo në fakt është një gjë e zakonshme dhe me shumë mundësi keni parë edhe në skena të ndryshme filmash. Sigurisht që nuk duhet ta teproni me ushqimin kur jeni të mërzitur, sepse kaloritë që merrni janë shumë të mëdha.
Megjithatë, ekzistojnë disa ushqime që do ju bëjnë të ndiheni më mirë, ndaj mos i kurseni sa herë që të keni mundësi dhe sa herë që ndiheni të mërzitur. Në këtë listë nuk ka se si të mungojë çokolata. Vetëm kur mendoni për çokoladën, një buzë qeshje ju vjen në fytyrë apo jo? Po ashtu kafeja, heq dhimbjen e kokës. Salmoni largon depresionin. Vitamina D ju ndihmon për të çliruar muskujt. Manaferat, përveç se ju ngren humorin, ndihmon që të keni edhe një lëkurë të pastër. Avokado ju ndihmon në hormonin e gjendjes së mirë, pra të serotoninës. Por gjithashtu, mund të konsumoni arrat e së fundmi edhe një pjatë me makarona. Është vërtet shumë e mirë.